nën kontraktort me kontratat e vijas edhe të mapkos. Ata kërkojnë me hije me punuem, t'i kryjnë punët e tyne. Për t'i kryje punët e tyne, e kanë afatin deri në fund të mujt. Prej fundit mujt, ju nevojiten 10 ditë për t'i nënshkrua situacionet e tyne edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta kanë hallin e tyne, edhe unë e kom hallin e atyne. Çka na bojna në mes veti, mes mapkos edhe vijas, apo shtetit, ka kush i drejton atë punë. Kush e ka bërë ndalimin? Kush e ka ndaluar sot? Me urdhër jo zyrtar të kujt është bërë ndalimi hyrjes punonjësve? Është bë prej disa punonjësve të vijas që punojnë këtu. A e kanë autorizimin për të marrë vendimin edhe pse jeni brenda kontratës tani? Nuk e di unë, a kanë autorizim, a nuk kanë, do t'ja kërkoni atyne autorizimin. Mirë, po sido që tjetë, nuk bëhet këja punë mas orës 21 mbrom, për sot nuk vinim punë. As një punëtor e kryen punën këta në ora 5, mas voni, edhe kanë shku në shpe. Qysh mi lajmru në anë nën kontraktort, që nesër nuk punohet, nuk kina mujt. Sot kur kanë ardhur është porta e bllokuar. Afatet përfundimtare kur janë të përfundimit të punimeve të firmës? Ato ndohen me legje dhe me prokurori edhe në mes vijas edhe mapkos. Po, unë e kom hallin të punëtorët të nën kontraktues motër. Po. Çka më ju bë këtyne? Këta janë të pafajshëm. Çfarë foj kanë këta? Kanë bërë kontratë me neve. Për çdo muaj deri në fund të muajit e përfundojnë këtë muaj. Mas fundit të muajit ju nevojiten 10 ditë për të nënshkrua situacionet edhe për të dërgua fakturat për pagesë. Këta na duhet i paguajmë. Edhe njerëzën e punëtorit duhet paguar. Nuk mundën na mi paguë sot për nesër derisa nuk nënshkruhen situacionet. Për më nënshkrua situacionet duhet të jenë njerëz prezent. E kryjnë muajin, e përfundon muajin edhe kontrollohen punë që i kanë krye, nënshkruhen që kja punu krye, që kja duhet kryet. Brenda që aty 10 ditëve, këta i përfundojnë edhe fakturat, edhe situacionet, edhe punë. Keni folë me dikët nga firma tani? U ka dhënë ndonjë përgjigje ose policia? Policia janë këtu, unë nuk mujt me hyje me bisedue me policin, as mu më dëgjua policia muaj, mirë po këta janë ka e kryjnë punën e vetë. Këta nuk mujnë me hapë porten, na me hyje ose me na bllokuaj. Por e ngjizojnë situatën. Na kërkojna prej vijas që ata që kanë tentuar dhe që ata që kanë bërë bllokaden, që të vinë